Partia Socialiste ka zbuluar listën e kandidatëve për deputetët në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 11 majit, duke e bërë publikimin 2 orë para fatit përfundimtar. Kryeministri Edi Rama theksoi se strategjia e listës mbetet e ngjashme me atë të vitit 2021, duke ruajtur të njëjtën metodë të hapjes së partisë dhe përfshirjes së të rinjve në politikë. Nuk ka një skuadër perfekte, nuk ekziston. Edhe Real Madridi i Galacticos nuk ishte ndot perfekt, por një skuadër shumë të mirë patjetër do ta kemi. Do kemi një skuadër të ripërtrirë, do kemi një skuadër ku do të harmonizohet eksperienca e domosdoshme dhe energjia pozitive e motrinjve. Do kemi një skuadër që do të garantojë vazhdimsinë e një procesi historik, siç është procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian. Në listën e sigurt për qarkun e Tiranës, Rama vetë është kandidat i parë dhe aty do të zhvillohet edhe betejë më e rëndësishme politike. Disa nga emrat kryesorë që do të luftojnë për një vend në parlament janë Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali, Lindja Nikolla dhe Taulant Balla. Përveç figurave tradicionale, u kandiduan dhe emra të rinj si ministri i jashtëm Igli Hasani dhe ministrja e shëndetësisë Albana Koçiu. Përveç emrave të njohur, në listë do të jenë edhe surpriza si Iris Luarasi dhe Endrit Brahim Dhari, i sapo larguar nga Partia e Lirisë. Nga ana tjetër, disa deputet me më shumë se një mandat, përfshirë Fatmir Xhafaj, Pandeli Majko dhe Mimi Kodheli, do duhet të garojnë për ruajtjen e pozicionit të tyre në parlament, një listë hapur që përfshin konkurrencë dhe përplasje mes tyre. Në përputhje me politikën e hapjes, 24 deputetët e tjerë janë përjashtuar nga gara dhe nuk do të kenë mundësinë të rikandidohen. Gjatë rubrikës Sy më sy, Rama nuk la pa ironizuar dhe listën garuese nga kampi opozitar. Këtu s'është çështja e PSS-PD-s, këtu është çështja e Europës ose e Kujtim Gjuzit. Është shumë e fortë kjo midis Bashkimit Evropian dhe Kujtimit. Edhe unë Kujtimin e njoh, edhe të rri dhe them ore çka ka madhështore në gjithë këtë. Vetëm një gjë madhështore ka, mustegjet e Kujtim Gjuzit. Po t'ja shohësh. Në kërkim të fitorit të sigurt, socialistët përdorën të gjitha strategjitë për të maksimalizuar votat në 11 maj, duke përfshirë dhe 3 kryetar bashkisht si Ervin Demo në Berat, Tërmet Peçi në Tepelen dhe Agron Malaj në Mat. Si çdo proces përzgjedhës, nuk munguan as shefembetjet. I pari që njoftoi tërheqjen nga gara ishte deputeti Petro Koçi, ndërsa më pas Nasip Naço dhe Elair Duraj. Zgjedhjet parlamentare të 11 maj do të përfshin për herë të parë në votime dhe 2500.000 votues nga diaspora shqiptare.